Filluam bisedën para se të futeshim në transmetim, se me thënë të drejtën, është bukur të marrim këto destinacionet, vendet e bukura që ndonjëherë ne nuk i dimë ose i kemi parë, thjesht këto që janë kryesore, këto mainstream, që janë më të rëndësishme, që janë më të modës. Po ka ca vende tjera që s'u pret mendja. Që u pret mendja, dhe prandaj sot në studio kemi dy zonja të cilat udhëtimin dhe destinacionet i njohin mirë shumë, madje. Mirëmëngjes, mirë se erdhe Fiorita Zani, faleminderit që jemi ne sot. Mirëmëngjes, faleminderit juve. Mirëmëngjes Lelia Fazli, faleminderit. Faleminderit për ftesën. Mirë se u gjeta. Pse ka të qeta ajo e rikthyer nga udhëtimet? Po. E shikon çfarë paqe e të japin udhëtimet Alba. E vërtet japin. Si, shkëlqejnë. Është vërtet sepse dhe gocat që kanë këtë zyra më thonë, ua sa me energji vjen ti kur vjen nga udhëtimet, sa i qetë je, domethënë edhe gjithmonë ndodh. Kjo duhet një shkëputje, domethënë për disa ditë që të heqësh stresin dhe vjen këtu me energji të reja dhe punën e bën më mirë. Sa herë në vit udhëton ti? Minimalisht 12. 12. Minimalisht, pastaj kur kemi dhe punë tjera, bëhet 24 dhe 36. Po tani është pak e vështirë duke qenë se jam me një bebe të vogël, kështu që rrim ke 12. Po, jashtë Shqipëri e flasim. Po, jashtë Shqipërisë, po. Ledia, po ti? I ke numëruar? Këtë vite kam kaluar, qik. Shumë se shduhet. Sa? I ke numëruar? Nuk i kam numëruar, me thënë drejtën, po në fillim të vitit Alban udhëtova edhe bra një manifestim shumë të fortë, dhe bra dhe publikisht a shumë. Këtë vit dua të udhëtoj, jo dua, po do udhëtoj shumë. Ke manifestuar, tamam. Dhe vërtet që udhëtova shumë, se mos fundin e vitit e kisha me shumë udhëtime. Ndoshta në shtator kam udhëtuar edhe 4 herë në vit. Në muaj. 4 herë në muaj. Një javë. Alban, sa herë ke udhëtuar këtë viti? Një herë. Një herë. Po gjithsesi e rëndësishme është mos ta mbyllim vitin pa e shtuar dhe një njësh. Të shpresojmë, pak të ta mbyllim me 2. Mua dhe Albanin, si do na udhëzonit, ku duhet shkojmë patjetër në periudha festash? Unë them t'i ndajmë pak, nëse më lejon për një shtesë të vogël të pyetjes që bëri Julka, t'i ndajmë pak Krishtlindjet me vitin e ri. Sepse sigurisht ka njerëz që udhtojnë për Krishtlindje dhe pastaj kthehen, ka të tjerë që nuk udhtojnë për Krishtlindje, por preferojnë vitin e ri për të udhtuar. Ti kur do të udhtosh një herë edhe ta thon goca. Vit të ri. Vit të ri. Unë nuk i festoj Krishtlindjes, jam musliman. Unë dua për Krishtlindje. Atëherë fillojmë nga Krishtlindja. Nga Krishtlindja me vitin më afër. Normalisht për Krishtlindjet njerëzit preferojnë tregjet e Krishtlindjeve se janë shumë interesante. Strasburgu, jo për mendimin tim, por dhe për të tjerëve, është një destinacion patjetër që duhet vizituar sepse është edhe kapital de Noel, që është kryeqyteti Krishtlindjeve, ka rreth 7-8 tregje Krishtlindjesh, dhe secila me veçantinë e vet, dhe normalisht që të bën të ngrofi zemrat, edhe jo vetëm zemrat, edhe shpirtin me një gotë verë të ngrohtë, dhe suveniret që ofrojnë për të treguar, domethënë, detajet e Krishtlindjeve. Patjetër Austria, Vjena, Mgelet, këto kryeqytetet e mëdha që tani së fundmi po bisedonim që është futur dhe një tren Krishtlindjesh nga Milano. Po. Nuk e di ku e kishte destinacionin, po më duket se në Zvicër. Po, normalisht Alpet e Zvicrës që shkojnë që bën ajo Bernina. Jo Bernina, nuk është Bernina, ishte një tren enkas vetëm për Krishtlindje. Po që bën pak a shumë të njëjtën itinerar, normalisht, dhe ka plot Nurembergu, po ashtu Budapesti mbahet si pak më ekonomik, domethënë nga tregjet e Krishtlindjeve, ka plot. Pastaj njerëzit duan gjatë Krishtlindjeve edhe këto vendet me ski, faktikisht i preferojnë. Po është pak e vështirë për të shkuar ka ato vendet më in, që janë Zermatt, St. Moritz. Me thënë është pak e vështirë dhe njerëzit të gjithë aty duan, janë të pak që shkojnë. Laplandi, gjithashtu. Laplandi, patjetër që është një destinacion që është kthyer në trend këto vitet e fundit, po shqiptarët harrojnë që duhet të rezervojnë minimalisht 3-4 muaj para. Është problemi. Dhe kërkojnë moment fundit. Nuk ka dhe shumë akomodim, dhe pastaj kur të shkon paketa 2.000 euro pa u nisur, normalisht e thua lëre se po gjej një destinacion pak më afër ose pak më të lirë që ta shfrytëzoj sa më mirë. Okej, Ledia, këtë propozoja ti? Si destinacion për Krishtlindjet? Tani, unë kam gati 3 vjetë që destinacioni mi Krishtlindjeve ka qenë New Yorku, dhe për mua ishte nga më të bukurit që kam në eksperiencën. Po shumë largo, Ledia, tani, në afrojnë që... Unë po them, ma më pyet Alba. E drejt.
Por shikoj që trend kohët e fundit ka qenë Vjena, Fjori e tha, ka qenë Vjena, për atë dhe më shumë u bë ajo fjongoja ikonike në atë ndërtesën e Vjenës, u bë vërtet ikon edhe ikon Instagrami dhe ishte shumë Instagram më bë, patjetër, kush nuk bënte foto aty nuk quaj që kishte bërë Krishtlindje. Por unë do preferoja, edhe unë si vjet do preferoja Strasburgun, doja të shikoja pak këtë atmosferën me që është kryeqyteti Krishtlindjeve, por nëse i ndajmë, unë mendoj që për të udhëtuar janë bukur Krishtlindjet, sepse Krishtlindjet në Evropë festohen pak më shumë se viti i ri. Ndërkohë që vitin e ri do doja që ta festoja me familjen këtu në Shqipëri. Dhe kështu ka qenë. Dhe kështu ke bërë gjithmonë. Dhe kështu kam bërë gjithmonë. Unë kam vllajën tim që jeton jashtë vendit edhe do mblidhemi të gjithë në Shqipëri. Me prindrit tim në Korçë. Dhe Korça është shumë e bukur për vit të ri. Do dalim tek shqiptarët. Do dalim edhe shqiptarët. Po për vit të ri ku ta çojmë Albanin? Ku do më çoni me goca? Të ndara. Albani të shkoj. Londër. U ka punë, jo viza, jo gjëra. Jo, i zgjidhim këto gjëra, jemi brenda këtu, mbarojmë punë me neve domethënë. Bëj shaka. Londër ose në Paris mendoj unë që të Parisi, sepse duket sikur destinacioni Parisi ka rënë pak si destinacion për shkak të, nuk e di, sepse është bëri i përmuar shumë Parisi. Është bëri shpesh, se ka atë magjin që njerëzit kanë për të shkuar. Jo, magjin e ka, po duhet të kesh goxha magjike edhe portofolin, sepse çdo gjë është rritur. Sepse edhe hotelet janë më të shtrenjta normalisht, patjetër që shohim shpesh që njerëzit shkojnë edhe për shkak të Disneyland, normalisht me fëmijët, edhe ka gjëra për të vizituar pafund, po patjetër ngelet një nga kryeqytetet që festohet viti i ri më mirë. Londra dhe Parisi që kryesojnë, patjetër New Yorku gjithashtu, dhe këto vendet e largëta, Toronto, Kanadas, po. Po. Një vit të ri me robe banjo doja unë. Po, në Dubai mund të shkosh. Po që ka hafër? Dubai, faktikisht edhe Dubai, se harrova ta përmendja, është shumë i kërkuar gjatë fundvitit. Seriozisht? Po, dhe patjetër atje ofrohet goxha luks, domethënë këtë luksin që ti e ke në Europë nuk krahasohet. Ki luksi, po unë e kam hallin domethënë tek edhe festohet, patjetër sepse Dubai është një nga vendet më të vizituar, edhe atë është shumë europian, kështu që nuk dihesh, nuk është si Abu Dhabi që është pak më fanatik, dhe atje ti nuk ke problem se si je i veshur, se çfarë po bën apo nuk e di. Pra nuk ka nga këto problematika? Nuk ka problematika dhe ato fillojnë krijojnë borë artificiale. Borë artificiale që njerëzit të ndjejnë pak ato, sado që temperatura mund të jetë edhe 24 gradë, 20 gradë. Se si është ti për festën e vitit të ri 20. Ore, do i lësh njerëzit të festojnë si që duan, na prishi festat ky Grinchi. Në Maldive, po janë të pak, Maldive? Po, sepse tani është sezoni lartë atje dhe të shkojnë pak të shtrenjta. Ti sa po thatë të dyja praktikisht, se cilat janë destinacionet ideale praktikisht, pra për të kaluar pushimet e Krishtlindjes edhe të vitit të ri, edhe i ndatë madje. Shqiptarët ku shkojnë më shumë tani? Nuk përmendëm Varshavën, Fjori. Varshavën në Poloni? Po, që Varshava ka qenë një destinacion shumë i kërkuar, të paktën 2 vitet e fundit, po e diskutoja me Fjorin dhe jashtë studios, dhe kam parë që është reklamuar shumë kohët e fundit, edhe në rrjetet sociale, se tashmë rrjetet sociale janë bërë shumë influencuese. Po, sa po nxjerr një postim, do ike aty se ka qenë restoranti.